dhe çështja e kanalit Panamas. Zoti Trump, që në momentin e parë që ka ardhur në Shtëpinë e Bardhë, ka patur një qasje ekspansioniste, ndryshe nga sa kemi parë që kanë patur deri më tani presidentët para tij, qoftë për çështjen e Groenlandës, për çështjen e Kanadas, të cilën e konsideron si një shtet të Shteteve të Bashkuara, qoftë për çështjen e kanalit Panamas, që nuk ka përjashtuar edhe ndërhyrjen ushtarake për të rimarrë kanalin e Panamas. Pra, ka një qasje ndryshe nga qasjet që kanë patur presidentët paraardhës të tij. A është kjo në afat gjatë një rrezik për stabilitetin ndërkombëtar sipas jush? Atëherë ti ndajmë me radhë. Në radhë parë për sa i përket Greenlandën. Greenlandën pothuajse që nga pas luftës së dytë botërore deri tani ka patur disa presidentë që kanë dashur ta blejnë Greenlandën. Pas luftës së dytë botërore, atëherë qeveria amerikane i është qasur Danimarkës për ta blerë, po Danimarka i ka thënë shumë faleminderit që na ndihmuat me luftën e dytë botërore, po juve mundet të rini edhe të keni disa baza të ndryshme në Greenland që ua ka dhënë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shumë. Por Greenlandën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kërkojnë sepse Greenlanda ka mbi 47 minerale dhe elemente të ndryshme që janë shumë të vlefshme për prodhimin e baterive. Po problemi është i atyre është se ato janë 1,5 kilometra nën akull në Greenland dhe kërkojnë një investim të jashtëzakonshëm, po janë nga elementë shumë herë më të rrallë dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë sepse duan të kenë akses tek ato. Diskutimi që mund të bëhet shumë herë më racional, jo duke e marrë. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan ta marrin Greenlandën, ata mund ta marrin nëse ne flasim me ushtri, sepse Greenlanda është një vend shumë i vogël dhe Danimarka nuk i ka mundësitë dhe kapacitetet për ta marrë. Por unë nuk mendoj se kjo ka për të ndodhur, mendoj sepse marrëveshja që Greenlanda ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Danimarkën mbas luftës së dytë botërore i lejon që Amerika të ketë një bazë shumë herë më të madhe në Greenland dhe mendoj se ajo mund të shkojë nëse vërtet ato dëshirojnë. Vetë zoti Trump për ta kuptuar që pse ka dhe këtë qasje që do dhe kanalin e Panamas dhe Kanadan është sepse ai do që të shkojë në historinë e Amerikës, që është një nga presidentët e fundit që e ka zgjeruar Unionin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai pak a shumë është çfarë ai dëshiron të bëj. Për sa i përket pastaj kanalit të Panamas, ai ka thënë ose të paktën problemi që ai ka patur dhe që ka shprehur është që aty Kina ka shumë kontroll. Dhe një nga presionet që i ka bërë është që Kina e përdor kanalin e Panamas për të sjellur shumë nga produktet e saj. A do e arri apo jo, ngelet për të parë, po kjo qasje nuk mendoj se është pozitive, sepse nëse do jetë kjo si qasje, atëherë pastaj i jep edhe shumë herë më shumë shpresë Putinin që të shkojë më tej në Ukrainë. Dhe një nga problematikat me këtë qasje është se Putini ka thënë nëse Amerika do ta marrë Greenlandën dhe do ta marrë Panaman, mund ta marrë dhe neve do marrim gjysmën e Ukrainës dhe jemi të dyja palët janë në rregull. Dhe kjo nuk është një qasje pozitive dhe nuk duhet të jetë, sepse neve pastaj po shkojmë në shekullin e 19, ku superfuqitë merrnin se çfarë doni dhe ne prandaj kemi mbi 85 vjet që kemi për ligje ndërkombëtare, që të gjitha vendet si të vogla dhe të mëdha të respektojnë njësoj dhe sovraniteti dhe toka e tyre dhe ligjet dhe kultura e vendeve. Dhe me këtë rast i hapet oreksi edhe Serbisë për të rihapur edhe një herë çështjen e Kosovës. Dhe sa janë gjasat që vendime të tilla që në dukje duken kaq larg nesh, kaq larg Shqipërisë gjeografikisht të jenë kaq afër në ndikimin që ato mund të kenë në rajonin ton, por edhe për faktorin shqiptar në rajon. Natyrisht po që i jep mundësinë edhe Serbisë për ta luajtur se si kaq. E mira është që në Kosovë neve kemi misionin paqërues të NATO-s, që dhe sekretari i shtetit e vizitoi dje i Britanisë së Madhe David Lammy, dhe gjithashtu shprehu që Britania e Madhe ka për të investuar më shumë dhe vetë Britania e Madhe ka çuar disa kompani armësh në Kosovë që do fillojnë do prodhojnë armë, gjithashtu dhe ka shtuar bazën atje dhe kjo është pozitive. Kështu që në këtë kontekst Kosova është e ruajtur sepse neve kemi një mision paqërues aty nga NATO, por mos ta kishte, do ishte shumë më problematike dhe kjo tregon që liderit global dhe në këtë rast zoti Trump duhet të jetë shumë herë më i kujdesshëm dhe më i artikuluar. Por siç i themi prapë përsëri ai nuk i merr vendimet se cilat janë në të mirat të globit, po kryesisht ai merr vendimet që cilat janë të mira për votuesit e tij
dhe janë disa nga premtimet që ai ka bërë. Dhe nëse kemi mësuar një gjë me presidentin Trump, është që ai e mban fjalën për çfarë jep gjatë fushatës. E qartë, profesor Hoxha, ju falenderoj shumë për analizën tuaj të detajuar. Ishte shumë kënaqësi, ditë të mbarë. Ditë të mbarë dhe për ju. Mirë.